shumë, ose populli që do me një fjallë, tomni që kuf derdhët. Gudia është për shetanit mëllkum, sabri është për Allah për gjelat. Që shpo thëtë në binamir e sëram, për të futin në fi, shkemi ka dole, mos po një dërgu, me njëherë, 5 voket, shumë mirë, shkome për tolla, me sënet me krejt, mashallah. Dhezët për me njëherë, e na shumë mirë dim që ka në mesin tonë. Bile të atyri që i njohen edhe sot në dhamje, kesh për tyne, që fillim janë hi me njëherë, 5 namaz, gjumon me njëherë, haqerimi me njëherë, umru me njëherë në kushtë për haqë, mashallah, u do t'njeri, mundaz, i shkëqyre, mas një vite ke po, asë që po, e ka shko, e ka hek metra, u këty kodherë, po apen, ju ka këty muzikës, tanat. Kjo më nuk më dhejës për me njëherë, nuk shka shto islami, vazdi. Punët më të dashra të Allahin, ato, qoshen edhe pak, për të vazhdueshme. Qoshen edhe pak për të vazhdueshme. Ma e dashën të Allah është, dhe të cem qëtë një pjerë një fukaroje, se sa njëherë vetë mishinere dhe khalas në kry puna. Në qështë ne e presën vetëm ditën e bajramit, ditën kur agjerimi fillon, më e fukarove, qëreti që ka të bu të mitin. Nuk do të mu prita e ti. Ma mirë është 10 më qaj 5 që nesër një që kime, mërë më të zbritë së tyre mërë. Qaj 5 mërë më rosën me vallo ty, me që rahmet ty me t'i folë qënofë dhe më taj pasuri, e ati që se ka di flerë një vërtej. Mësë të rëproni, pe vepra tuja, mësi me qëmën e vepra të juve të vokra, se ta të më të tashra. Pse nëse pyt? Po sa ne tjeshti ka dhe cem, me lo që të përkëtujnë të Allah. Robe ti dha dhe cem, robe ti dha 1 euro, robe ti dha 50 euro, robe ti se nësh 5 cent. Vazhdueshët përkëtujnë të Allah. A ma mirë më kunë përkëtushët të Allah, nga me lajkin, qëtë dit apo një herë vetë me 100 euro dhe e fatja. Jo, bro, pa dishim që është me doshët Allah kje vepër, e vëmën për e vazhdueshme. Alira nga marë në me një thënë, njeri më i mirë është a i drejti, e satori, të i cilit vehën ata që ja të krojnë, dhe mundohen të arrin anqën dhe mangët. Dërsa për nga mele, se në me një hadith të thënë, që përse ne kalkojmë në lecim në feston, feja është lecim, se të një që do të mundohet të shpërbej fejt, aje do të mposhta. Mos e nga të drejtë me një shka që së mëndesh me bojë. Vakë që të mundesh, feja është lecim, 5 kot namaz, vëllohi nuk jenë vështirësi, 5 kot namaz ka 5 minuta, 25 minuta, mërë 24 orë. Po ti të ljohë të qymë televizor, ka që ashtu rrën jashtë, 1 orë, 2 orë kënë kofe. Soja dove, ke 24 orëshit, kohën Allahon, 25 minuta ka të ku Allah për te. Mërë në tërë ditën 25 minuta, ani i lodhër, i smut, ani ullën, i në gjithë, ani shkrit, nuk po mund është me full, me sharete, është lecim për gjelatin më sëra. Bënë që se po mëri njërës. Thëtë për nga mene e sëmë një hadith të tërë, feja me e doshën të nga Allah është feja pastër, tolerante dhe e qirë. Ata cilët, gjatë momentin për imamin në hytve, veç, me bu e ka 3 shëmonë, lemu me të, do të me posë për 3 pasni. Imami për hytve, me lajket, më sheni libra, nuk shkruj, më të gjënë dhe me lajket. E mu quti kur me full, valoj, ka hupë se votën e gjëmasë. Të din është i qërë, dhe Allahu Gjellëshanëhu nuk në i kanë qërë të natyrë, në e ka lecu këtë fejë. Në qofë se jenë ullëtim që ata gjerimin, dhe të mundën ullëtimi, prishe, agjereje më vonë, kompenzojë në të një të tjetër. Hoqë nuk në e ka publike, si për fukarës, si për pasunikin. Të bratë cili ka mundësi. Ki mundësi është të haqë.
S'ki mundësi prej derisa Allah ta mundësoj. Vallahi, duhet me ditë vlerën të dini dhe me falendru Allahun në çdo moment. Sepse si shpash edhe me herët para hytës, nëse nuk ja din vlerën, na këtë ndryhet shqiptari kina bu gati parafërsisht 6 shekuj. Ja 2 shekuj, gati sa Islami i cili mbretëroi në Spanjë në Islamin 8 shekuj. Nëse na nuk e vlerësojmë këtë fe, nuk e kuptojmë dinën e Allahut dhe nuk punojmë për këtë fe, vallahi Zoti na merr këtë fe si që u mori muslimanë në Spanjë dhe e dërgon në një cep tjetër botës ku ai i gjithnishmi dhe që më së miri ka nevojë. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بالصلوات بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.